Ka presion nga vetë personat që i funksionojnë këto. Pra, vetë personat... Që i funksionojnë në mënyrë të palishme. Po, në mënyrë palishme, kuptohet. Kuptohet që është person shteti. Edhe maksimumi 3 muaj, që mund punoshim për t'i nxjerrë sa më të mirë. Kurse këta u bën 2 vjet e ca, atëherë kush është arsyeja? Kam qenë vetë tek Lëret e Fatit, drejtori i sekuestrave. Lëret e Fatit mund të jenë dhe më lartë se droga. Ardhurat e lekëve. Kjo akuzë drejt për drejt dhe e fortë për mos zbatimin e ligjit për bastet online i miratuar në shkurt të vitit 2024 nga Parlamenti vjen nga ish-kreu i Komitetit Olimpik Shqiptar Viron Bezhani, i ftuar në studion e Klan News. Ai tha se mosmiratimi i akteve nënligjore 2 vjet nga votimi i ligjit ka bllokuar procesin e licencimit dhe ka lënë industrinë e basteve online që gjeneron qindra milion euro në vit jashtë kontrollit të shtetit. Por kush janë njerëzit me pushtet që kanë marrë peng zbatimin e ligjit, duke lejuar informalitetin dhe duke i shkaktuar shtetit 10 miliona euro dëme? Bezhani nuk preferon të bëj publik emra, por tregon se kush e ka përgjegjësinë. Përgjithësi kuptohet që kanë ata që e nxorën dhe e trombentuar me të madhe. Me Lëret e Fatit gjithmonë më u bë kohë që po luhet shumë. Ligji u prezantua si një mekanizëm për formalizimin e tregut dhe rritjen e të ardhurave në buxhet, por sot realiteti është ndryshe. Asnjë licencë e dhënë dhe tregu ka mbetur tërësisht informal dhe i parregulluar. Sipas Bezhanit, pasojat janë të qarta me shuma të konsiderueshme parash që nuk tatohen dhe i mungojnë arkës së shtetit, një pjesë së cilave do të përdoreshin për sportet, siç parashikon edhe ligji. Edhe sikur me ekspertët ishte grumbulluar dhe të kishin marrë dilin shumë shpejt aktet nënligjore. Edhe maksimumi 3 muaj. Pa frikë mund të thojë që do të luzon se sporti ka një ministër, Ministri i Financave. Ka një përgjegjësi për një akte të tilla? Do të ketë përgjegjësi patjetër. Por për sa kohë mungojnë aktet nënligjore, llogaritë për shtetin mbeten në letër, ndërsa përfitimet shkojnë tek ata individ që këtë aktivitet po e zhvillojnë në mënyrë të palishme. Ekspertët përllogarisin se shteti do të kishte përfituar rreth 35 milion euro në vit vetëm nga tatimi i këtij aktiviteti. Bezhani thotë për shkak të njohurive mbi këtë aktivitet, humbjet duhet të jenë 2 herë më të mëdha. 75 deri në 80 milion në vit. Në vit është humbja që ka shteti për baste sportive, jo për kazinot. Sipas ekspertëve, përgjegjësia direkte e humbjes së këtyre shumave të mëdha bie direkt mbi Ministrinë e Financave. Afati i vendosur nga Kuvendi për nxjerrjen e akteve nënligjore ishte gushti i vitit 2024 dhe ekspertët thonë se Ministria e Financave është në kushtet e shkeljes flagrante të ligjit dhe të abuzimit me detyrën.